Qallapeku, pra bëhet fjalë që ka nevojë për asfaltim. Si qëndrojmë me projektet dhe me planet, apo është e planifikuar të rregullohet kjo rrugë? Po, rruga është dytësore dhe ka këtë vetë shtruar zhavorin, një pjesë e zhavorit, është bërë traseja e gatshme për asfaltim. Të dhëna nga Detyria e Infrastrukturës Lokale që pasi i mora, treguan që gjatë këtij viti kontrollt ka në fshatin Dersenik edhe do të bëhet asfaltimi dhe asaj pjese të rrugice, sepse rrugë kryesore edhe që dërgojnë secilën lagje në fshatin Dersenik dhe fshatat tjera janë të lidhura vetëm ka ato rrugë dytësore ose që kanë një ose dy shtëpi. Po, dhe sa i përket të dobra rrugës, bëhet fjalë konkretisht tek në Zabel të Ulët, pra një pjesë aty tek rrethi, si qëndrojmë me këtë pjesë? Çka është konkretisht planifikimi? Unë e pash ankesën që nuk është e asfaltuar rrethi që ka filluar nga Ministria. Në realitet të para 3 vite është asfaltuar ai rreth dhe është i qarkullueshëm për të banorët që lidhen në rrugën Ibrahim Rugova, autostradën Ibrahim Rugova, pjesë e rrugës, edhe që lidhen në drejtim të Drenasit. Në realitet